Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këta përbërës do ngeleni pa fjalë. Përzierja që ju do të dëgjoni në këtë video ka një përparësi sepse përgatitet shumë shpejt. Shumë prej femrave dëshirojnë që të eliminojnë përgjithmonë qimet mbi buzën e sipërme. Ndërkohë, kjo maskë ka një veprim qetësues dhe përveç se do të eliminojë qimet, ajo është tërësisht natyrale dhe pa efekte anësore. Është koha që ju të provoni këtë metodë të eliminimit të qimeve me ndihmën e maskës nga mjalti, limoni dhe njëkohësisht qulli i tërshërës. Kjo përzierje nuk përmban asgjë kimike dhe është një metodë tërësisht efikase, natyrale dhe sigurisht pa dhimbje. Përbërësit e nevojshëm që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 2 lugë mjalt, 1 lugë qull tërshër dhe 2 lugë lëng limoni. Përgatitja: merrni një enë dhe përzieni mirë që të gjithë përbërësit derisa të krijohet një masë homogjene. Aplikojeni masën e përftuar në zonat ku dëshironi të eliminoni njëkohësisht qimet duke bërë lëvizje rrethore dhe duke e fërkuar atë butësisht. Lëreni që përbërja të qëndrojë për të paktën 15 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Më pas që lëkura juaj të jetë kuruar, aplikoni kremin tuaj hidratues. Për të arritur rezultate optimale, përsëriteni këtë procedurë 2 deri në 3 herë në javë dhe qimet tuaja do të zhduken tërësisht pas një muaji. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë nga më të ndryshmet, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë këto depilime shkaktojnë edhe irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto, ka disa mënyra me anë të maskave. Këto lloje maskash ju mund t'i bëni në shtëpi pa shumë produkte. Juve do t'ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecetë të hollë. Më pas mund të vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesët ku keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishta tuaja. Sipër shtresës së dytë të së bardhës së vezës sërish vendosim një pecetë tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës të ftohet, më pas fillojmë ta heqim ngadalë pecetën e tharë. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet një lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë, një lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle ujë, një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose një shkop akulloreje dhe disa forma në copa shiritash. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila duron nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrohëse të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për të paktën 30 deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë dhe të fluskojë dhe të kthehet kështu në ngjyrën kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen të ftohet pak sa të mos t'ju djegë lëkurën, pra të jetë ngrohtë por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copë, duke e sheshuar atë me lëvizje rrethore sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj.
Maska me shafran indie. Shafrani indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e çimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe njëkohësisht parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përzieni atë për të bërë një pastë të hollë. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përzieni atë me ujë. Shpërndajeni përzierje në fytyrë dhe lëreni për të paktën 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së çimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa çimet e fytyrës të jenë larguar plotësisht një herë e përgjithmonë. Një nga gjërat më të bezdishme për femrat janë pikërisht çimet e fytyrës, por akoma më e bezdishme janë metoda e dhimbshme për t'i hequr ato. Nëpërmjet mënyrave torturuese si piskatorja, depilimi me pe, strisha e dyllit apo depilimi me sheqer, të gjitha do të doni t'i jepni fund një herë për gjithmonë këtij problemi. Edhe pse i keni provuar me dhjetra maska, kremra depilues e të tjerë, çimet mbi buzë duket sikur nuk lëvizin nga vendi. Maska me kafe dhe sodë buke. Ideja e kombinimit të kafes me sodën e bukës nuk do t'ju entuziazmonte as pak në qoftë se do u kërkohej të hanit ose të pinit, por nuk është e njëjta gjë për fytyrën. Kjo maskë e veçantë është ndër më efektivet kur bëhet fjalë për eliminimin e pushit dhe çimeve të padëshiruara në fytyrë. Në një enë shtoni 2 lugë gjelle kafe pluhur, 1 lugë çaj sodë buke dhe njëkohësisht 1 lugë gjelle ujë. Përzieni mirë derisa përzierja të krijohet në një masë të trashë e cila në pamje të parë i ngjan skrapi të lëkurës. Hapeni në zonën mbi buzë me kujdes dhe pasi të veprojë për disa minuta, filloni që ta hapni atë me anë të një spatule në anën e kundërt të çimeve. Pasi ta lani fytyrën, ju do të vini re ndryshimet e para. Mjafton që ta përdorni 2 deri në 3 herë në javë dhe çimet tuaja do të zhduken plotësisht. Maska me miell mistri dhe vezë. Me siguri keni dëgjuar për recetën klasike me sheqer dhe të bardhë veze që përdorin mamat dhe gjyshet, por na besoni që kjo maskë është ajo që kërkoni prej kohësh. Përveç se eliminon çimet me gjithë rrënjë, shërben gjithashtu si një skrab natyral që heq qelizat e vdekura dhe i jep lëkurës tuaj një ndjenjë freskie. Në një enë çelçe ju duhet të shtoni një kokër vezë dhe ta rrihni atë me pirun. Më pas shtoni 2 lugë gjelle miell mistri dhe përzieni derisa të krijohet një masë homogjene. Përdoreni atë mbi buzë dhe lëreni të thahet për pak minuta. Më pas hiqeni nga lëkura me anë të masazheve rrethore. Kur të lani fytyrën tuaj do të vini re se kjo maskë ka funksionuar me të vërtetë dhe rezultatet do të jenë mahnitëse. Dal nga dal ju do të shpëtoni nga të gjitha çimet e padëshiruara në mënyrë natyrale dhe pa dhimbje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.